Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ja sa para merr Selin nga çmimi i madh. Pas gati 120 ditësh izolim, sfidash psikologjike dhe një rrugtimi të mbushur me emocione, Selin është shpallur fituese e spektaklit duke rrëmbyer çmimin e madh për 100.000 eurosh. Finalja shënoi kulmin e një aventure shumë të komentuar, kur ajo arriti të triumfojë dhe të ngrejë lart çekun e shumë pritur. Por përtej momentit të fitores, vëmendja zhvendoset në një pyetje konkrete. Sa përqind nga kjo shumë do të përfundoj realisht në llogarinë e saj? Sipas legjislacionit shqiptar, fitimet nga spektaklet televizive tatohen me 15% në burim. Kjo do të thotë se nga 100.000 eurot e fituara, 15.000 euro mbahen nga shteti, ndërsa Selim përfiton rreth 85.000 euro neto. Megjithatë, për fituesen vlera e këtij çmimi nuk është vetëm financiare. Ajo ka bërë të ditur se një pjesë e parave do të shkojë për bamirësi, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për një qëllim shumë personal, bashkimin e familjes së saj. Por historia nuk mbaron këtu. Pas daljes nga spektakli, Selim pritet të jetë një nga emrat më të kërkuar të momentit. Bashkëpunimet me marka, reklamat dhe kontratat komerciale mund ta shumëfishojnë fitimin e saj, duke tejkaluar lehtësisht çmimin e marrë në finale. Ndërkohë, një tjetër diskutim që po ngrihet lidhet me vetë vlerën e çmimit. Edhe pse spektakli ka fituar popularitet ndër vite, shuma prej 100.000 eurosh ka mbetur e pandryshuar që nga sezoni i parë.